Përpjekjet për të zbutur krizën e thelluar bërthamore mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë hyrë sot në një fazë të re, me një raund bisedimesh që po zhvillohet në Oman. Takimi vjen në një moment kritik, mes kërcënimeve për një ndërhyrje të mundshme ushtarake dhe mungesës së theksuar të besimit ndërmjet dy vendeve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shprehur qartë se Washingtoni është i gatshëm të përdor forcën nëse do të jetë nevojshme, ndërsa Izraeli është pozicionuar si një aktor i gatshëm për të udhëhequr çdo ndërhyrje në rajon. Në anën tjetër, zyrtarët iranian kanë mbajtur një qëndrim sfidues, duke paralajmëruar se një konflikt i tillë do të kishte pasoja të rënda për të gjithë rajonin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghai, në një deklaratë publike tha se Teherani ka zgjedhur të japë një shans të sinqertë diplomacisë, pavarësisht retorikës konfrontuese që sipas tij vjen nga SHB. Ndërkohë, edhe mënyra se si po zhvillohen bisedimet është temë përplasjeje. Washingtoni kërkon një format të drejtpërdrejtë të negociatave, ndërsa Irani pretendon se kontakti nuk është ballë për ballë. Bisedimet mbështeten pjesërisht në marrëveshjen e vitit 2015 për programin bërthamor, e njohur si ECP, nga e cila SBA u tërhoq në vitin 2018 gjatë mandatit të parë të presidentit Trump. Që atëherë tensionet janë rritur me sanksione të reja ndaj Teheranit dhe për shpejtimin e aktiviteteve bërthamore nga ana e Iranit.